Kryeministri Edi Rama shpritur me ceremoni zyrtare në Japoni nga homologja japoneze Sanae Takaichi gjatë vizitës së tij në Tokyo në kuadër të turit diplomatik dhe ekonomik në Azi. Ceremonia zyrtare u zhvillua në intonimin e himneve kombëtare të Shqipërisë dhe Japonisë, ndërsa më pas dy liderët parakaluan përpara trupave ushtarake të veshura me uniforma të bardha, të cilat të mbanin në duar flamujt e dy vendeve. Pas ceremonisë zyrtare, delegacionet e dy vendeve zhvilluan një takim bilateral, ku në fokus ishte forcimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike mes Shqipërisë dhe Japonisë. Kryeministrja japoneze Sanae Takaichi vlerësoi Shqipërinë si një partner të rëndësishëm dhe konfirmoi mbështetjen e Tokios në procesin e integrimit evropian të vendit tonë. Shqipëria është partnere e rëndësishme për të cilat ndajmë vlera dhe parime të përbashkëta. Ne jemi të kënaqur që negociatat e antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme. Japonia në kuadër të nismës së bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor të propozuar nga ish kryeministri do të vijojë të mbështesë fuqishëm antarësimin e Shqipërisë në BE. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama falenderoi homologen japoneze për mirëpritjen dhe theksoi se Shqipëria synon të zgjerojë bashkëpunimin me Japoninë në fusha të ndryshme. Dëshiroi të them që kjo është vizita ime e dytë në Japoni në një kohë relativisht të shkurtër dhe me shumë kënaqësi ne presim fuqizimin e kësaj marrëdhënieje. Marrëdhënia Japoni-Shqipëri është një marrëdhënie e cila është e bazuar tek vlerat dhe tek parimet e përbashkëta për botën për të cilën ne dëshirojmë të jetojmë dhe është në fakt e vërtet që e kam parë strategjinë e indopaqësorit dhe e mbështesim atë plotësisht. Kreu i qeverisë shqiptare i adresoi gjithashtu një ftesë zyrtare kryeministres japoneze për të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet vitin e ardhshëm në Tiranë. Ne presim që të eksplorojmë mundësi të ndryshme se si mund të afrohemi me Japoninë dhe nga ana tjetër dëshirojmë t'ju themi edhe paraprakisht që vitin e ardhshëm në Tiranë ne do të organizojmë samitin e NATO-s. Për këtë arsye kam kënaqësinë e veçantë që t'ju ftoj të merrni pjesë në atë summit dhe në fakt kur të vini do të jetë edhe rasti i parë kur një kryeministër apo kryeministre e Japonisë të vizitojë Shqipërinë në një vizitë shtetërore dhe do të ishte kënaqësi që t'ju mirëpresim dhe në një farë mënyrë të marrim hak për këtë mikpritje kaq të ngrohtë që ju na keni ofruar dhe na ka lënë bresa. Në fund të fjalës së tij, kryeministri shqiptar përgëzoi homologen japoneze për fitoren politike dhe vlerësoi faktin që Japonia drejtohet nga një grua. Vizita në Japoni vjen pas qëndrimit të Ramës në Korenë e Jugut dhe është pjesë e një agende intensive takimesh me lider politik dhe drejtues të kompanive më të mëdha aziatike me fokus rritjen e bashkëpunimit ekonomik dhe të investimeve në Shqipëri.